5 shkurt ngriu në luftoni për vendin tuaj. 10 shkurti është përplasja vendimtare ndaj një personi që urren Shqipërinë. E ka deklaruar shpesh që këtu në Zin nuk rrihet dhe thuaj se 40% kohës ti e kalon në udhëtime me avion luksoz privat, duke përfituar nga posti që mban. Nuk ishte vizitë zyrtare në Vatikan kur me vete ka fëmijën e llastuar. Dhe natyrisht që Vatikani, krahas religionit fetar, është dhe shtet. Pra çdo shtet ka pret, nderon, ka interesat e vet, dhe Vatikani dihet që ka pasur gjithmonë interesa në Shqipëri. Por ama është pa sinqert me Vatikanin, se kur vinte Papa Francesku, nuk nëzori foton e Patër Anton Arabit Madh, as më shkallës. Dhe është sakrilegj në qoftë se shkon në kryen rite fetare pa qenë realisht besimtar. Ai mund mashtroj që të kënd. Dhe ky person që urren Shqipërinë, urrehet nga shumica e shqiptarëve. Nuk është vetëm ai që bret. Këto ditë në korridoret të habitshme të Washingtonit është dhe Elisa në botën e çuditërave. Një ministre e jashtme, e cilësuar edhe këtu në Amerikë si makinë gafash, duhet të respektoj protokollin. Nuk mund vish për turizëm pushime të paguara nga milionat e shqiptarëve edhe në Washington DC. Një ministër i jashtëm, kur vjen në Washington, duhet takoj sekretarin e Departamentit të Shtetit. Minimumi zvendësin e tij. Dhe aq më shumë duhet të jetë në një lloj unisoni me shefin e saj, i cili realisht është anti-amerikan në shpirt sepse e ka shprehur disa herë. Dhe të vishë të takosh një senatore anti-Trump si Slotkin është një lloj sfide. Nga Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka përgjigje se ka një takim zyrtar me Rubin. Unë do të uroja që ajo të shkonte në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe të kërkonte që të niste dialogu për partneritet strategjik. Pavarësisht nivelit saj shumë të ulët, pavarësisht se është e turpshme për Shqipërinë të prezantohemi nga figura të tilla, fundi fundit ajo mban zyrën kur dikur rinte në Stinasë, mbas edhe Enver Hoxha. Përse Rama pranon që të ketë një qeveri mediokër, me nivel shumë të ulët, as pak intelektual, dhe makinë gafash si Spiro Pali, pas një merit tek Partia Socialiste, është prodhim i lëtyrave të Ligavecit Veliaj. Të atyre ambasadave të huaja, që sot po dalin të dosja Epstein, që krijuan një brez duke patur dosjen dhe atyre, duke pasur për mbrëmje transgendrës, transgjinorësh, dhe duke i ofruar si alternativë për të çuar përpara agjendën e Soros, babait të dytë shpirtëror të Ramës mbas Enver Hoxhës. Një grup deputetësh demokrat janë ata në Washington. Natyrisht që janë veprimtari dytësore, por kanë arritur të hyjnë dhe të takojnë kongresmen amerikan. Nuk ka asgjë të keqe, për ajo që mua më shqetëson është që në Departamentin Amerikan të Shtetit ka shkuar tabaku dhe bardhi. 2 emra të piketuar, të mbështetur nga Yuri Kim. Ju kam thënë që 97 ose 99% e departamentit janë Yuri Kim and Company. Yuri Kim ka qenë në Kazakistan me postin e lartë që ka te ExxonMobil, kompania e madhe nafte, dhe ndërkohë ka mbështetur politikat e Trump për çmimet e naftës dhe të gazit në Greqi. Pa bosht. Por ajo ka përgatitur disa figura dhe figurina në luftën e saj të haptur kundra Berishës,
kundra Partisë të Demokratëve. Edhe pse përfaqësonte presidentin Trump. Elisa ka takuar një ish kolonel të Godina që është ngjitur me shpinë e bardhë, por nuk quhet shpinë e bardhë, që mbulon në Rusi. Ajo thotë që fola për bordin e paqes. Koloneli të Këshillit të Sigurisë Kombëtare nuk ka asnjë lidhje me draftin e bordit të paqes. Nuk e ka pyetur askush në lidhje me bordin e paqes. Pra është thjesht një qok nga ambasadori Bushati, i cili ju e mbani mend vjet me pompozitet tha që kam ftuar Rubion në emër të Ramës në Shqipëri, dhe Rubio ka ardhur një 4 herë apo 5 herë në Shqipëri, thoni ju. Në fakt, NATO është bordi i paqes që i duhet Amerikës dhe zotit Trump. Koalicioni i ri Trump, pra bordi i paqes, nuk mund të bëjë asgjë më të mirë se sa Aleanca Atlantike. Regjimet mashtruese tani po përdorin ligjin ndërkombëtar si mburoj për të mbrojtur shkeljet e tyre të ligjit, dhe disa demokratë dhe udhëheqës tuaj po i ndihmojnë ata pa dashje. Ideja e fundit e presidentit Trump është ajo që quhet bord paqe, ku ai fton pjesën më të madhe të botës të bashkohen. Ai mbajti një ceremoni nënshkrimi në Davos, ku njerëzit pranë tij i vunë vizë emrit Edvin Ramës dhe zënësuan me një zonjë fisnike presidentin e Kosovës. Personalisht, si fokus, si shqiptar amerikan, jemi për vendosjen e paqes. Por kjo ide ka nevojë për pak zhvillim. Ideja fillestare e zotit Trump për bordin ishte që të mbikëqyrte fazat e mëvonshme të planit të tij të paqes në Gaza. Vendet të ndryshme me interesa në Gaza do të dërgonin përfaqësues për të rindërtuar territorin, për ta kthyer në një vend të jetueshëm dhe jo siç thot mediokri Kushner, një rivierë e re. Por ky bord do ketë shumë punë me çarmatosjen. Janë me mira e qindra mira bomba, mina në ngërmava. Kur Trump ftoi Tony Blair si antar të komitetit ekzekutiv, u duk një zgjedhje frymëzuese dhe ai mund të ketë bërë dhuratën Trump dhe programën. Por Trump i tha që do të jem unë, fillimisht u tha që Tony Blair do të ishte kryetari i bordit. Por Trump nuk pranon njëri dhe tha do të jem unë kryetari i këtij bordi, bord që u miratuan në dorë nga Këshilli i Sigurimit në Kombet e Bashkuara. Megjithatë, ftesat duket se Trumpi e shikon këtë bord më shumë se për Gazën. Ftesat i ka çuar Kanadas, Australisë, Indisë, Hungarisë, Argjentinës, vende që janë shumë larg Gazës. Por ftesë ka marrë dhe Rusia, Bielorusia, partnere e Putinit në këtë lloj imperializmi. Ndoshta Putini do të ndalojë një luftë të nxehtë me Ukrainën, do të nisë një luftë ftohtë me Europën perëndimore, para se të bashkohet në diçka që përmban fjalën paqe. Moska po studion të gjitha detajet e propozimit dhe shpreson që të kontaktojë Washingtonin. Kështu tha nga zëdhënësi i Kremlinit, Peskov. Pra lufta tani është një paqe, një draft i statutit të bordit thotë se ekziston nevoja për një organ ndërkombëtar më të shkatët dhe efektiv për ndërtimin e paqes. Pra, kërkon të rivalizojë OKB-n. Një koalicion demokracisht të pakufizuara nga vetot ruse ose kineze mund të bënin disa të mira. Por ne kemi një organizëm që mund të bëjë këtë. Quhet Organizata e Traktatit të Atlantikut Veriut, NATO, dhe ka ruajtur paqen në 75 vitet e fundit. Ka ndihmuar gjithashtu në linjën e mesme dhe në përpjekje antiterroriste. Ndoshta Trump duhet përpiqet të ruajë NATO-n në vend që ta hedh atë në erë për shkak të Groenlandës. Mbas humbjes që ka pasur në garën për senatin e shtetit Teksasit, ku një zonë ku Trump kishte fituar thellë,
dhe humor nga një demokrat, janë këmbanat e alarmit për zotin Trump. Ka thënë që do të kemë një politik më të zbutur për emigracionin, për policinë e emigracionit që cilësohet si Gestapo nga majtë radikale, do ndryshojë diskursin e tij politik, por askush nuk e kontrollon tek Twitterat në median sociale, sidomos në orën 2 ose 3 të natës. Shefja e kabinetit e ka ndaluar Trump që të kryejë udhëtime jashtë Amerikës, por të përqendrohet në fushat për të bërë sa më maksimale votat e republikanëve. Pollet e fundit nxjerrin që demokratët do të marrin Kongresin. Dhe në rast që marrin Kongresin, ju kam thënë, do të nisin hetimet. Hetimet janë të ndryshme, mund të thritet presidenti Trump të dëshmojë për dosjen Epstein, sepse precedenti me presidentin Clinton ju let drejt demokratëve, në qoftë se marrin Kongresin në dorë, të thasin presidentin Trump. Janë 3 milion files nga dosja Epstein që nuk kanë dalë. Emri presidenti Trump përmendet 5.000 herë. Por kjo nuk do të thonë që ka kryer ndonjë krim. Të paktën nga dosjet që kanë dalë deri tani. Ajo që ka tronditur Washingtonin është një personazh e paaft, Tulsi Gabbard, kreu inteligjencës amerikane, të cilën Trump nuk e përfill. Kanë bërë një bastisje në zyrat elektorale në Georgia dhe aty ka qenë Tulsi Gabbard, e cila me paturpsi ka telefonuar presidentin Trump dhe jo ka kaluar telefonin oficerëve të FBI që po bënin bastisje. Çfarë do Tulsi Gabbard në një zonë elektorale, në qoftë se nuk ka ndikim të agjencive të huaja, asgjë nuk e justifikon. Konteja e ka hedhur në gjyq FBI-n për këtë veprim. Trump kërkon që të vërtetoj që i janë vjedhur zgjedhjet edhe pse në 60 e sa gjyqe u provua e kundërta. Dhe Fox News u gjobit me afro $700 milion. Rudy Giuliani thuaj se u shkatruar, sepse gjykatat amerikane nuk pranuan asnjë akuzë të pa bazë lidhur me zgjedhjet e vitit 2020. Trump kërkon që në 15 shtete të federalizohet sistemi zgjedhor, pra votat të numërojnë agent federal. Kushtetuta nuk e lejon, sepse zgjedhjet kontrollohen në mënyrë vetjake nga shtetet. Pra ka 50 shtete dhe çdo shtet kontrollon zgjedhjet në mënyrë vetjake. Sepse në qoftë se do të kishim një sistem federal të përgjithshëm, në qoftë se hakeroj, do të ishte më e vështirë se hakersat të hynin në 50 shtete të ndryshme. Por Trumpi ka një drejtë që përse demokratët kundërshtojnë me forcë që të mos shkosh të votosh me kartë identiteti dhe me fotografi. Ju duket abi, po këtu në New York, kur unë shkoj e votoj, vetëm jap emri dhe në database personi që janë të moshuar gjejnë emrin, adresën time, unë kam depozituar firmën kur jam regjistruar. Kaq. Duhet që të votohet me kartë identiteti. Shtetet ndryshme e kanë, shtetet tjera jo. Trump nuk do të jetë në flet votim për vitin 2028, edhe pse ai përkëdhelet me idenë që mund mos largohet nga zyra dhe mund kandidojë për herë tretë për kushtetuta, edhe këtë nuk e lejon. Duket sikur po bën një lojë me J.D. Vance dhe me Rubion, nuk po mban anë me asnjërin, po ka shumë gjasa që djali i tij llastuar, Donald Jr., personi profesor me deklarata të turpshme kundra Kosovës, të guxojë të fus emrin e tij. Nga demokratët, kandidat më i mundshëm duket guvernatori i Kalifornias, Newsom. Shanse populariteti ka guvernatori i Pennsylvanias, Shapiro, por nuk besoj se amerikanët janë të përgatitur që të kenë një president hebre. Tek dosja Epstein, duket që Epstein ka qenë një agent i Mossadit,
por ka mbi 1000 email që tregojnë lidhje dhe potencialisht një takim me Putinin, njeriu më të pasur në lop. Dosja Epstein ka nxjerrë llumin e madh amoral të shumë politikanëve amerikanë, por dhe europianë. Më të shumtë nga e majtë. Nuk është thjesht problemi i amoralitetit, por janë kryer krime federale, trafiqe minorenësh dhe marrëdhënie me minorenë. Drejtësia këtu nuk fal. Qofshte president, qofsh Trump, qofsh dhe ish president, prokuror, miliarder, oligark, kriminal. Gjykata Supreme kontrollohet nga e djathta, por janë të djathtë të emëruar nga Bush dhe nga Reagan dhe 3 nga presidenti Trump. Ky ishte kushti që evangelistët protestant mbështesin zotin Trump, i cili nuk ka ndonjë besim fetar që përputhet me protestantizmin, një njerëz që nuk e ka të shenjtë familjen, është divorcuar 3 herë, por fakti se ai ka emëruar gjyqtar konservator si në mandatin e parë dhe këtë mandat. Kontrolli që bëhet nga projekti 2025 është shumë i fortë. Dhe Trump firmos urdhat ekzekutiv për mbajtjen e të cilave thuajse nuk e di. Dje ka një urdhër që do të lehtësoj që presidenti të pushojë me shumë lehtësi 50.000 emërime federale. Pra, në qoftë se ti do të kesh një emërim federal ku kryen aplikimin e politikave për administratën, do të konsiderohet si emërim politik dhe unë të heq kur të dua. Këtu ka një drejtë. Marrim Departamentin Amerikan të Shtetit. Emërime politike shkojnë rreth në 200. Trumpi ka realizuar thuajse me ambasadorët pa kufi, kush ka paguar mbi 1 milion, 2 milion, 5 milion dollar donation, ka marrë shpërblimin. Ka shumë poste, pra janë byrot, marrim Byron e Europës, Byron e Azisë, Byron e Afrikës. Donald Lu ishte shefi i një byroje, nuk ishte emërim politik, domethënë nuk vinte nga politika, ishte karriere, por vendimet e tij ishin politike, ndaj e hoqën. Pra këto poste, siç është shefi i Byros së Europës, do të jenë emërime politike. Dhe Trump ka drejtë të heqë këtë dojë, e njëjta gjë me ata që vinë. Nuk ka zë të keqe. Sepse burokracia e krijuar me emërimet e përjetshme, do të kemi atë departament që unë e quaj Yuri Kim & Company. Një kulturë korporative e frikshme e majt dhe shpeshherë në kundërshti me presidentin. Mos e duket habi. Departamenti i Shtetit ka aq forcë sa ka kundërshtuar për shembull, jo kam thënë, presidentin e madh Reagan, kur ka mbajtur atë fjalimin e lavdishëm tek muri i Berlinit, zoti Gorbaçov rrëzoje, shqyje këtë mur, të nesër në Departamenti i Shtetit ka deklaruar që këto nuk paraqisin mendimin e Departamentit Amerikan. Në kohën kur Rex Tillerson ishte sekretar shteti, ai e kundërshtonte në mënyrë të hapur zotin Trump, madje në media i tha dhe idiot. Dhe në deklarata më vonë, nuk mund të diskutosh dot një bisedë për dikë që nuk kupton asgjë, nuk ka kulturë historike, nuk njeh asgjë nga diplomacia. Rubio po luan duke plotësuar çdo gjë nga Trump dhe duke qenë gjithmonë pozita servili për të mbajtur postin e tij. Dhe është i vetmi që është sekretar shtetit, po dhe këshilltar i sigurisë kombëtare. Është dhe kreu USAID-it, pra ka shumë kapele Rubio. Nuk besoj se do të ishte kandidat për president. Rubio kërkon që ta mbyll të gjithë mandatin në këtë pozicion. Herën e parë Trumpi pati shumë pushime. Largoi shumë, sepse ishin njerëz me personalitet këtrat, i kontrollon të gjithë. Nuk është thjesht servilizëm për filti, si në kohën e feudalëve në sjetë. Fundit, Trump është votuar. Por Wall Street Journal edhe sot ka pasur në editorialin e vet
për tarifat, mbasi dha një hapësirë Trump, i cili quhen sukses të madh, fitore madhe, argumenti është ndryshe. Gabimi i zotit Trump është i njëjtë me Bidenin, kur të gjithë ishin në vështirësi, Biden fliste me eufori për arritjet e mëdha ekonomike surreale të tij. A mund të ndryshojë ekonomia? Mundet. Por akuzat nga e majta, nga senatorë dhe kongresmen, janë që Trump po pasurohet në konflikt të hapur interesi. Dhe një kongresmen i ka folur me përbuzje Sorosianit, sekretar thesarit, përse lejon që Trump po vjedh. Një sheik nga Arabia Saudite ka blerë edhe 50% të stoqeve të monedat digjitale të familjes Trump, nuk ka guxuar të bëjë askush. Miliardë dollar nga Katari për Kushneri, 2 miliardë dollar resort në Vietnam, tentativa për në Beograd, për në Sazan, por në rastin e humbjes së Senatit dhe të Kongresit, hetimet do të fillojnë. Zoti Trump, 2 dosje nuk i mbyll dot, ato që nuk janë krime federale, por që varen nga shtetet, nuk e fal dot veten. Dhe si ajo shpata e Damokleut që ndrojnë mbi të. Nga ana shëndetësore, duket që Trump nuk është ai i një viti më parë. Dhe shenjat janë, nuk po luan më golf. Nuk qëndron më të konferencat e shtypit 3 orë, sepse dremit, dhe nuk po pranon pyetje pafund siç bënte. Madje edhe kur fillojnë servilosjet e kabinetit të tij, pranoi të fliste në 3 ose 4. Urojmë që ta mbyll mandatin, të jetë në gjendje. Sepse me gjithë evidencë askush nuk e di, me Trump dihet. Gjithkush e kuptoi. Mos luani me Trump. Ai flet shumë, por shpesh si thot Bolton, ato që thot i ka ndërmend realisht i thot. Interesi ynë është për Ballkanin. Ai ligj që u fut tinzësh për të mbrojtur mos shkëmbimin e trojeve është fantastik. Por mënyra se si Trump do një i habitur kur fliste Osmani me të që tha i fola për ligjin, tregon që personalisht nuk është i përfshirë aq sa duhet. Por stafi, natyrisht, ne duam krahun që janë kundra pro-serbëve Grinell, Kushner dhe Donald Jr. Ka qenë vija e madhe pro-shqiptare Xhezit Helms në kohën e Reaganit, ajo është që vija që ne duam. Ndërkohë që shefi e kabinetit i ka timet jashtë shtetit, ambasadori amerikan në Greqi, ishte dashur plastori Donald Jr., thot që Trump do të vizitojë Greqinë. A mund të shkojë? Mund të shkojë, por Suzy Wiles nuk e lejon tashmë që kemi hyrë tek fushata e mes mandatit. Në qoftë se ekonomia deri në prill është kjo që është, nuk ka shanse që republikanët të mbajnë kongres. E ndërkohë Rama do të vazhdojë të breth nëpër botë. Ka miliarda dollar të vjedhur. Kur faktet janë që me miliona transferta nga bashkëshortja e tij. Çdo vajte që shkon ai paguan. Mos i duket abi. Vatikani pret donacione. Edhe duke pretur si që futi në përshkretir, ai mendon, ndron që përmes kriminalit Netanyahu, diktatorëve të Arabisë Saudite, të marrë të ftesën e dëshiruar, sadopak, në një cep tavoline në Mar-a-Lago, do të shkonte si shtavet me atlete, lakuriq, por ajo që ndodhi në Davos, tregoi qartë që Trump hakmerret keq me ata që tallen, dhe ju ari përsëris që dosja, trafiqet, shtet mafios, Ramaduro, si Noriega, kanë shkuar pranë veshit Donit Madh. Ju falenderoj. Bana King, për të rritur
kudo në Shqipëri,